ju thatë faj është i yni. Unë tashi po trajtoj dhe konceptin e fajt për partit politike në Kosovë. Si pas opinionit tuaj, vetjak, kush e ka më tepër fajin për këtë situatë? Qeveria, partitë që janë qeveria, apo partitë e opozitës? Për këtë situatë që u kalua edhe vazhdon edhe kaq kohë? Ndonë se e kemë sistemin parlamentar të Kosovës, në kushtetut. Nuk kemë nevojna me humbë kohë. Vendosja në zgjedhje para prake fitoi 51.1%. Domethënë nuk është parti fituese, po është partia e parë. Partia e dytë, Partia Demokratike, LDK-ja, Aleanca, kështu me radhë. Tash në zgjedhje kemi afër 20 subjekte politike. Do të kemi për informimin tuaj, zoti Rafael. 21 subjekte politike i kemi në këtë zgjedhje të 7 qershorit. Prandaj unë kujtoj, edhe ka dalur sheshazi kjo çështje, përgjithësinë e mban partia më e madhe që ka fituar zgjedhjet. Tash me 51% të vetëvendosjes, nuk u dash me shku në zgjedhje tash, radhazi pa kufa nevoje. Këto kanë qenë pa nevojshme. Ndonse janë edhe shpenzime të mëdha për buxhetin tonë të varfrit të Kosovës. Për këto 4 zgjedhje, Rafael, gati kemi shpenzuar për $40 milion, për shembull. 40 milion euro. Për Kosovën nuk janë pak. Jo, më shkonin për shëndetësinë, për pensionet, për gjëra të tjera domosdoshme. Për pensionet e kështu me radhë. Albini, me gjithë respektin, është kryeminist i vendit tim, por në demokraci është e drejtë e unë që të kombinojmë edhe vërejtje, sugjerimet tona, kritikat tona, pse jo, pushteti nuk është tapi, paskend, nuk është tapi prej babës, paskur se ka tapi, partit politike, zgjedhjet institucionale, për institucionet shtetit kalimtare, të përkohshme, nuk janë të përjetshme. Vetëvendosja dashur që ta kaloj fjalorin e urrëthës të përçarjeve. Albini dash vetëm 3 fjalitje, thotë. Me ftu Partinë Demokratike, Lidhjen Demokratike dhe Aleancën, me pi kafe bashkërisht, edhe më vesh ndamin e pushtetit bashkërisht për institucionet tona, edhe në qeveri, edhe për presidencën e Republikës tonë kështu me radhë. Por a di çka ndodhin në distancë bisedonin. Të gjitha partinë Kosovë bisedonin në distancë. Jo duke pirë kafe, ose sikur ndërron e ti që jemi duke biseduar atë për drejti, ashtu siç da ka hije fjala publike, kotet e gazetarisë e tjera, por në distancë. Hajde ju mi bini disa propozime, na i shqyrtojmë partinë tonë të vetëvendosjes, edhe vendosëm kënë për zgjedhjen president të Republikës. Ndërsa me kushtetut dhe me sistemi parlamentar, kryetari i shtetit Kosovës se zgjedhin 2/3 e deputetëve të Republikës. Praktikisht do të jenë në sallë 82 deputet, spakti, për ta zgjedhur president. Kjo nuk bëhej. Pasi se u fillun aty polarizimet, përçamjet, denigrimet, fyrjet, ndërsjella e tjera, sa që thash në sallën e parlamentit deputet tam për fat keq nuk përshëndeteshin njëri me tjetrin, të paktën i thonë mirdita. Armiqësi e tillë anadollake do ta çoja, kjo nuk i takon Kosovës, nuk ka. Kjo na dëmton në gjithë aspektet, edhe në aspektin ndërkombëtar, pasi se në Kosovë kemi me 10 ambasada të huaja të miqve tanë të vendeve që e kanë jo Kosovën, edhe ata për ditë na kanë përcjell frymen, fokusin e këtë frymës partive politike të përçara. Prandaj kjo ndikon edhe në relacionin ndërkombëtar të Kosovës, ndonse për këtë çështje kemi pas edhe sanksione ndaj bashkimit të akuduara nga Bashkimi Evropian. Alo di pjesë të tyne nuk ju neq, jemi në sanksione për shkak përçarjeve të mase gati në shkallë armiqësore. Kjo nuk i ka i Kosovës, një shtet i ri, me afër 2 milion banor, sot me jetu mirëqenia e Kosovës, me jetu si shtopi në kohë mizgjeniane, duke numëruar kafshatet e gojës në tavolinë e familjes. Kjo nuk më pëlqen. Po e them si gjuhëtar, si studiues i letërsisë, kafshatat e mizgjeniane duke numëruar do të kemi nesër mas nesri, apo do të mundemi ta përthekojmë muj me muj. Çfarë të bëjmë me 150 euro pension? Çka të bën arsimtari ynë nderuar me ditar në dorë 500 euro në muj? Kur kosto e jetës, inflacioni ka mri gati 7.5%, e tjera. Shpota e jetës është bën aq e rënd, aq e shtrenjtë, ma shtrenjtë e kemi jetën sot në Prishtinë se sa në vjet.
Zoti Skënder, unë po kujtoj nga një biseda jonë para prake, ju ishit mendimit që mund të bëhe një zgjedhje presidenti nëpërmjet një zgjedhje direkte për presidentin. A jeni sërish të këtij mendimi? Kjo do të ishte më mirë, Rafaelis më desu pak, do të ishte mirë me ndru një amandament kushtetutës, që presidenti mos zgjidhet nga 2/3 në parlament, por presidenti ta bëjë zgjedhje drejt 50 vota e popullit, sovranit. Të bon si formë që kjo nuk do të kishte më pengesa, do të kishin fjala vjen 3 kandidatë mirë për president, 3 kandidatë mirë, ata do të zhvillonin fushat në për gjitha qendet e Kosovës dhe në fund ai që do të merr më shumë të vota në parlament me një trokitje, me një rregulluar statut të ligjit kushtetues aktuale, edhe të rregulluar kuvendit zgjidhet presidenti pas një problem. Pra, dhe kaloj nga vota 2/3 e parlamentit me kalu në votën e popullit, sovranit. Këtë të ishte zgjidhja më mirë si mas mendimit tim, edhe s'do të kishim më kurrë problemi për zgjedhjet dashme që vijnë. Jo, është hedhur edhe ky si opinion, po si duket partitë politike duan të vazhdojnë lojën e tyre cicmis, po them unë, jo sha. Se po të ketë loj shau, kemi politikë mirëfill. Cicmit, hidh tu, hidh atje, ma jep tis ta jap unë këtë pozicion. Si mendoni ju, do të arritë, kjo është pyetje $1 milion, se si thonë Amerikanët. A do të kemi qeveri qëndrueshme dhe president të arshëm të Kosovës pas 7 qershorit? Nëse përsëri mbetet pikë referuese që presidentin me zgjedh 2/3 e parlamentit, unë mendoj me këtë frymë që po shkriju tash të këtyre ndasive, këtyre vijave përqase mes partive politike, do ta kemi një ngërsh tjetër sidomos të zgjedhja e presidentit. Pastaj se në institucionin më të lartë, aktin më të lartë juridik kushtetues të Kosovës, parlamenti është institucioni më i lartë të Kosovës, si mundër vendet tjera, aty do të paraqiten polarizime përsëri, pastaj se përçarjet mes vendosjes, pyetjes dhe lidhjes demokratike tash të ndonë se Vjosa Osmani ka kaluar në lidhjen demokratike, ndërsa këtu në Partinë Demokratike kemi pas një ekses në Skënderaj, mes kryetarit komunës dhe ish zames ministrit të financave, janë rrit tensionet e përçarjeve, dhe tash ç'është e drejta, unë i bëj një propozim që një grup shokësh, veprimtarë të mirë që kemi në Chicago, në Amerikë dhe në Detroit, si që është Ekrem Bardha, si që është Bajraktari, televizioni juaj, me boni nismë shumë vllazore, shumë të qetë, qysh na ka hije për këto 2 shekuj që ke punu, kemi qenë krah të dheut, përmes një peticioni, përmes një letre, një vizite në Prishtinë, me kërku nga partitë politike të Kosovës, unifikimi, bashkimi programeve, mekanizmave për shëndërtim në Kosovës, pastaj se Kosova nëse vazhdon po me këtë ngërç, po me këtë virus, ta quaj kështu, toksik deri në fund për çareve, Kosova do të psojë edhe më keq. Kështu ndodh kur interesat e partive politike janë interesa më shumë politike se patriotike. Për ta mbyllur edhe bisedën tonë, zoti Skënder, ne turojmë që të kemi zgjedhje sa më demokratike, sepse ne po shohim tendenca për ta tërhequr diasporën me një farë mënyre, me një farë premtimi, sepse ajo diasporë që është në Zvicër nuk i vuan pasojat ekonomike si vëllezërit e tyre në Kosovë. Dhe ndoshta mendojnë se nga ana tjetër dhe diaspora është më patriotike, por loja politike me diasporën them që duhet të vijë fundi në këtë mes. Për vetë faktin që kërkesa e një ndërmirësimi të një plejësie të urtë patriotike, siç e përmendët ju, për një apel për zgjedhje të lira, të pastra, demokratike deri në fund, vështirë si të bjerë ky apel në veshin e politikanëve, unë këtë s'arrit ta kuptoj për momentin. Apetitet politike në një vend që ka dalë nga lufta, nga pushtimet, nga ripushtimi shekullor i Kosovës, nga pushtimi serbo-jugoslave e tjera, si është historikisht,
ka bërë që ende nuk kemi liru, ende nuk jemi mësuar, Rafael, të mësohemi me lirin, mësohemi si duhet me demokracinë dhe me shtetin ligjor. Profesor Anton Qeta, me cilin në të botë të mësimit e pas të letë dhe në Kosovës, një profesor i nderuar, thoshte, Kosova nuk ka njerëz për të humbur. Nuk kemi njerëz për të me qitë poshtë. Ndërkaq, mi tha Frashi e tha bukur, kjo vlen se mos për partitë Kosovë dhe në Shqipëri. Partia ime është Shqipëria. Partia ime është Kosova. Me këtë moto do të mësohen edhe partitë politike që kanë përgjegjësi para shtendërtimit Kosovës, para lirisë Kosovës, që u pagu shumë shtrejt, halo aty plagë qytetarëve të kosovarëve të mirë dhe tuaj, ende nuk e shëru sa dot, ne ngritimi në kam bami 5, ndërsa hasmi troket edhe me buzë në gaz në Beograd dhe në vende tjera antishqiptare, këtë skenë e shikojnë me buzë në gaz. Nuk e nevojna që të bëjmë objekt i hasmive tanë, por të krijojmë misi të reja me miqtë tanë, me Amerikën së të mos e kemi mikë të përjetshëm, që dim sjellni me ta. Kur vjen Amerikani në Kosovë, administrata shteti Amerikan, e din që ka me trokit, a do një mosafir në vendin ma pro-Amerikanë si që janë shqiptarët në Balkan. Prandaj të ndrojmë qëndrimin, të unifikohemi, të bëjmë programe për afrimi, po, unë jam për luftë mendimesh, unë jam për programe të mira dhe më të mira, unë jam për përgjegjësi. Shtetin e kemë parasysh, mbi të gjitha është ndërtimi i Kosovës. S'kem tjetër parti. Partia të gjitha partive politike shqiptare është atë dhevi ynë, është Shqipëria, është Kosova. S'ka alternativë tjetër, Rafael. Qofshim me fat e të suksesshme. Ju faleminderit për këtë bisedë mjaft interesante, pasionante, sepse vetë shqetësimi për Kosovën, sidomos nga diaspora, është gjithmonë edhe pasionant. Diasporat përgjithësi kudo në botë janë më aktive në patriotizmin e tyre ndaj dheut, si për Shqipërinë, si për Kosovën. Ne të urojmë që të kemi një bisedë tjetër me ty pas zgjedhjeve dhe të analizojmë për së mbari një rezultat sa më pozitiv, demokratik në këto zgjedhje, të fitoj më i miri, ai që mbështetet nga populli i Kosovës, ai që ta çojë Kosovën sa më afër bashkimit evropian dhe bashkimit kombëtar. Zoti Skënder, ju faleminderit. Me ndërqofshi të falja redaksisë. Falja dhe ju. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, po ndahemi këtu në emisionin ton Argument me aktivistin, gazetarin Skënder Karaqica nga Chicago, me cilin analizuam situatën politike në Kosovë në prag të zgjedhjeve të reja. Miru takofshim.